Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në videon e fundit të Majorkës. Sot do nisemi për në shtëpi, për në Gjermani, e kemi avionin orën 3:30. Ora është 9, jo, ora është 8 tani. 8 e pak. Oh, shit. Unë po bëjmë gati sepse kam një ftesë për një intervistë. Bëhet fjalë për komentet hate për urrëtie në rrjetet sociale dhe unë jam një njeri që jam shumë e prekur nga këto komente, duke qenë se në rrjetet sociale dal shumë pa filtra, ndonjëherë pa bërë make-up, shumë herë pa bërë make-up, pa dritën e mirë, nuk është se jam perëndesha e bukurisë, prandaj dhe njerëzit bëjnë shumë komente, apo për dhëmbët e mia, apo për prejardhjen time, apo për faktin që jam martuar me një të huaj, e shumë të tjera. Qukujt, bravo! Bravo! Kian! O shpirt! Kështu që mendova pse jo. Intervista është në orën 9, kështu që do përpiqem shumë që të marr pjesë. Ta karikoj telefonin me që po flas tani. Por ja u kam thënë të ditur që unë kam Kianin dhe jam vetë, kështu që nuk e di nëse do funksionoj. Përveç se kam Kianin, duhet të bëj gati edhe valizhet, sepse në orën 10:30 është check-out, gjithsesi intervista më thanë që nuk zgjat më shumë se sa 20 minuta, pra 9:20. Në këtë kohë shoqja Ira bëhet gati me gocën, sa ato janë akoma duke ngrënë. Kian sot vendosi mos të hante asnjë gjë. Vetëm një lugë vezi futa dot. Nuk e di si do ja bëj me këtë fëmijë, po mbush 8 muaj dhe nuk ka fare. Nuk e di. Gjithsesi po bëjmë gati dhe po ju tregoj se si dukem. Do vishem shumë thjesht siç e kam këtë golfin, se nuk kam mundësi. Kjo është veshja që do vesh dhe për në aeroport, kështu që vora. Ha zemër. Çaka. Është ndërtuar skena. Jemi gati. Kianin, shpresoj që ta zej gjumin. La. Dhe ashtu se mund ta mendoj gjithkusht, ne kemi një jetë të dytë, në kuptimin që e kemi hedhur në rrjetet sociale, pra e kemi komentojmë çdo gjë që ne bëjmë. Ne japim në një informacion në një kohë shumë të shpejtë, pra në një kohë reale për atë çka ne jemi duke bërë. Pa pyetje, jo domi sa që shikohet në përmandfaqen. Se ke që psikologjia e turmës kur ti push. Sapo mbarova intervistën, ishte shumë interesante, djali fleti tërkohës. Normale që unë kisha vetëm nuk e di 5 ose 7 minuta gjithsej për të folur, mirë po për mua është një temë vërtet e rëndësishme, sepse do doja shumë që shumë vajza apo adoleshentë që ndikohen nga kjo gjë, patjetër që të kishin mundësi të piqeshin dhe të kuptonin se nuk janë ata problemi. Problemi janë pikërisht personat që komentojnë. Ata e kanë problemin me veten dhe personat që shajnë apo komentojnë janë shumë okej dhe do doja shumë që çdo adoleshent ta dinte këtë gjë që të mos preket. Anyway, unë po shkoj të bëj gati gjërat e mbetura në dhomë. Dhe i bëjmë check-out shpejti. Djali po fle akoma, kështu që kam frikë se do ta zgjoj. Po ri dhe pak këtu. Sepse do zgjoj. I themi mirupafshim kësaj pamjes. Sa po bërëm check-outin. Hoteli na ka një dhomë ku mund të lëmë të gjitha valizhet tona që mos i marrim gjithë ditën me vete. E di që po i shikoni vatë dhe nuk është shumë komode për në aeroport, kështu që do t'i heq, por kisha atë intervistën edhe tani thjesht harrova. Kështu që do t'i heq sapo të kem mundësinë që të më lejë një dorë të lirë Kiani. Apo ja. Pamja është shumë e bukur. Sa është ora? Ora është 10:30? Besoj që po. Në orën 12, maksimumi 12:30 do nisemi, do përpiqemi të ham edhe ndonjë gjë të vogël. Para se të nisemi, që mos kemi uri, sepse atje do kemi kohë. E moj zemër, çfarë ke mësuar? Krejtë?
Edhe isha atë na shkoj rruga një çik më mirë, se sa kur erdhëm që s'na ka ndihmu kush me çanta, s'na ka ndihmu kush. Me zi gjetëm valigjet, me zi gjetëm karroca dhe shtalla. Kur të vem, më duket se në aeroportin e Hanit na japin karrocën direkt aty në aeroport, të mësa zbresin nga avioni, prandaj nuk kam për të mbajtur shumë gjëra në krah, vetëm këtë qaften e vogël këtu, hipi këtu. Majorka, duhet të themi mirupafshim, por tregojmë mirë me ne derisa të nisemi dhe t'i gjejmë gjërat shpejt e shpejt dhe mos na thonë gjë për çantat që mund t'i kemi mbi peshë, sepse çanta ime është definitiv mbi 10 kg. Oh, sa bukur! Sa po unë nisem për një xhiro të fundit nga deti, o zot, nga 1 minutë në tjetrën u bë super nxehtë. Deti që nga shumë i bukur do t'ja u tregoj tani, oh wow, ngjyra shumë e bukur. Dhe atje duhet jetë hoteli jon pak a shumë. Wow, dhe pas ka dhe bar për të pirë diçka, shkojnë. Oh wow. Këtu me këto palma në background duhet ta bëjmë një foto. Po qa plazhi që qenë nga këtu. Shikoni sa i bukur. Komplet blu. Ngjyra cookies. Wow. Shumë afër hotelit tonë dhe mirë që e pam se do kishim humbur një plazh kaq të bukur. Se keni idenë si është ngjyra, si është rëra, për t'ja u tregoj. Hajdeni në Majorka. Jemi duke ngrënë një snack të vogël dhe jemi 15 minuta para se të nisemi për në aeroport. Ora është 12:01, në orën 12:30 e kemi lënë të nisemi sepse avioni im është në orën 3:30. Gjysmë ore do na duhet që të shkojmë deri aty, të dorëzojmë makinën, të gjejmë shalterin, pra sportelin ku të dorëzojmë çantën, kështu që 2 orë para dua të jem në aeroport, se aeroporti kur erdha më duk shumë i madh dhe shumë i frikshëm, kështu që tash okay. Tani patjetër që mora këto gjërat që i marr gjithmonë. Një palvat për mua dhe një palvat për shoqen time, t'ja u tregoj një çik. Duke u kthyer nga ai deti i bukur, gjeta këtë dyqanin që kishte këto vate shumë të lezetshme, kam marrë këtë këtu me ngjyrën jeshile këtu në mes. Më duk shumë e lezetshme, ishin të dyja për 10 euro. Normalisht për 10 euro më duken shumë për cilësinë që kanë, po nuk kisha kohë as të kërkoja, edhe as të merresha tani kurse ja 1 apo 2 euro. Nuk e di, do e vendos rrugës se cilën nga këto do t'i jap Sarës e cilën do e mbaj për vetë. Bella, qa bën më zemër? Palet e tjera janë kështu, po mendoj këto do t'i jap Sarës se kam pak a shumë një palë si këto, shikoni? Vetëm që më të mdhaja. Kështu që ato jeshilet mendoj që do t'i mbaj vetë. Still, I don't know. Ja zemër. Tani, atja u tregoj dhe një dhurat që mëra për Stefanin. Mos më gjykoni, po mu duk kaq fani. Majorka njihet për këto partit e të shmëndura. Shko që i ka marrë Stefanit? Në fakt duhet jap Kianit, se Kiani e ka cicën tërkohës. Është një stilo laps. Me një dorë që mban cicën. Kishte edhe më të këqija, kështu që më besoni që zgjodha atë më të bukurën. Ta di Stefani se sa ka kursyer vetëm nga që unë i jap Kianit qumëshgjiri. Të më jepte mua tërë këto lekë, do isha e pasur tani. Po i paketoj këto, tani thjesht do marrim fëmijët dhe do ikim. Shihemi kur t'jemi në aeroport. Dhe pastaj nuk e di sa mundsi do kem të xhiroj në aeroport, po me siguri kur të shkoj në shtëpi do ju them se si shkoj gjithë rruga. U lumturuam që e pam atë pjesën e detit shumë të bukur. Na erdhi një cike që nuk e pam më përpara se do kishte qenë shumë bukur që të kishim kaluar një mbasdite aty ose një paradite, por kjo do thotë që kemi shumë mundësi për të ardhur sërish në Majorka. Në aeroport që kuam valigjen, i lam valigjet dhe gjetëm portën për të filluar me boarding.
Gjatë kohës Kiani po luante këtu në xham dhe këto lërat që kam bler tek Temu vërtet që janë një shpëtim. U futëm në avion dhe fillovi një shtrëngat një shi e cila e bëri avionin që të vonoj me gjysmë ore. Kiani në nxori gjumi dhe ka fletur gjatë gjithë kohës së fluturimit pra gati 2 orë. Nuk e di se sa krenare mund të jem si mami që djali im e bën, domethënë, kaq të thjesht udhëtimin dhe fluturimin. Shikoni se si dukeshin ret, pak e frikshme, por pasi kaluan poshtë reve, kishte një mot shumë të bukur në Gjermani, gjë që është e çuditshme se në Frankfurt Hahn gjithmonë është erë. Arritëm dhe ja ku janë valixhet e mia, ndërkohë që Kianin e kisha në kangur. Dhe kështu mbaruan pushimet, Kiani ja doli prap më së miri për të udhëtuar me mua dhe nuk e di për këtë djalë që kam më ka bekuar Zoti. Do marri makinën dhe do shkojmë në shtëpi, unë do lajmërojmë nesër. Përshëndetje. Sapo jemi kthyer nga pushimet dhe sot është dita familjare. Çfarë do bëjmë sot? Bëjmë një piknik. Do bëjmë një piknik. Dhe duke qenë se nuk kishim kohë dhe gjëra në shtëpi për të gatuar, do shkojmë t'i blejmë të gatshme dhe pastaj kemi një vend shumë të bukur ku do shkojmë të bëjmë piknik të tre. Sot është dita jonë, dita e familjes dhe moti është fantastik. Shikoni. Blu. Shkojmë blejmë disa gjëra dhe nisemi për në piknik. Blerjet e para, patjetër fruta. Gjëja tjetër që do blejmë janë disa lugë për Kianin, sepse i kemi humbur të gjitha, janë, ku dëgjon, 4-5 lugë për 1,25 €, sepse i kam humbur gjitha, nuk e di se ku. Oh, edhe një ujë për beba, prit. Oh! Bleva gjithë këto gjëra, jo po pizza të gatshme, jo po gjërat e tjera që më duhen, që do t'i ha. Dhe tani do marrim diçka për të pirë. Ka marrë dhe fruta, edhe se mjaftojnë. Kiani po flet tërkohës, Këto janë blerjet tona, kemi dhe birë pa alkohol për mua. Çdo gjë që na duhej tani do nisemi për tek vendi piknikut. Është një si tip liçeni këtu. Ka marrë një kuvertë, një çarçaf për ta shtruar poshtë, sepse nëpër kuverta ngjiten ndonjëherë pislliqe, nga që kuverta është si material i tillë. Dhe në çarçaf do ta vendosim njëherë poshtë, dhe pastaj kuvertën sipër është edhe e butë për Kianin. Kiani besoj që tani do flej. Domethënë zakonisht e kishte në 9:30 gjumin, tani është ora 11. Më duket se po fillon të ndryshojë oraret e gjumit. Zemër, do flesh. Sa po mbaruan piknikun. E vendosi Kiani në fakt kur të mbaronte piknikun. Dhe sot kemi... sepse duhet të bëj çiçe. Nuk doja ta tregoja, po me që Shtefani e tregon vetë, edhe Shtefani na e përfundoi se duhet të bënte çiçin, se patjetër do pinte birra Shtefani, nuk rinte dot pa birra. Gjithsesi dhe unë nuk është se kam ndonjë gjë kundër, sepse jam një çike lodhur. Por në shtëpi duhet të bëjmë sot një gjë shumë të rëndësishme, që është të vendosim pjesët sportive të karrocës, pra të heqim atë vaskën, basinetin. Edhe jam një çike
mërzitur, sepse Kiani tani është 7 muaj e pak. Edhe për 7 muaj Kiani ka ndenjur aty, ka fjetur mirë dhe inshallah më flen edhe tek ajo pjesa sportive. Pasi te kjo pjesa e vaskës shtrihej komplet edhe flinte shumë mirë. Kështu që ta shikojmë si do t'i pëlqej, por zemër unë dua që ai të shikoj nga unë, jo nga rruga. Ich möchte, dass zu mir guckt. In dem Kinderwagen. Kann man in beide Seiten das einrichten. Po I thoja Stefanin që do doja që karrocën ta vendosja që Kiani, pra baby, të shikonte nga unë dhe jo nga rruga, sepse në këtë mënyrë mund ta kontrolloj, po fle, është gati duke fjetur të lëviz më shpejt, të lëviz më avash, edhe ai mund të më shikoj mua që jam gjithmonë aty. Dhe mendoj që është më pak stimulim kur ai shikon nga drejtimi im sesa të shikoj nga drejtimi tjetër dhe të shikoj komplet vendin. Do ta shikojmë si do ta bëjmë, patjetër nuk e di, më duket se kemi hedhur instruksionin e karrocës. A zema? Dhe kemi hedhur instruksionin. Nuk kemi nevojë. Ta shikojmë. Ashtu Kiani, siç që tash, më duket se ka vendosur që të ndryshoj oraret e gjumit, sepse sot gjumin e mëngjesit I bëri skip. Bëri vetëm një gjumë të shkurtër tani në drejt që zakonisht e bën pak të gjatë. Mbas e bën një gjumë tjetër tani më të gjatë pas dite, nuk e di. Por sot po e lëm të bëj si të doj vetë, duke qenë se dje erdhe nga pushimet dhe ka qenë patjetër për atë një ndryshim shumë I madh. Sikur vajti atje që duhet të mësoj me mjedisin atje, sikur erdhi këtu për të mësuar me mjedisin këtu. Kështu që po I lëm kohë sot dhe nesër që është e diel dhe jemi të dy që ta marri veten, pastaj nga e hëna fillojmë prapë me rutinën. Dëgjova Kian? Dëgjova të bëj. Pasi u kthyem nga pikniku, shkuam në shtëpi, vurëm djalin që të flej dhe sot fleti shumë mirë, gati 2 orë, në të cilat gati 1 orë e gjysmë pa mua. Ose 1 orë e pak. Gjë që është shumë e mirë sepse kisha mundësi që të paketoja të gjitha bagazhet që kisha sjell nga pushimet dhe pastaj më tha burri, dua të nxjerr për kafe dhe të vishësh një palë këpucë që ai mi ka bler dorak dhe thashun, okej, dalin që ta ham, duke qenë se as në shtëpi nuk është se kishim bërë blerje për të ngrënë. Kështu që u vesha, u bërëm gati, I vesha këpucët me tak. Edhe tani kemi dalë, kemi porositur pica në një vend që ne e dim që picat I bëjnë shumë të mira. Pritja u tregoj veshjen tani. Dhe kjo është ajo që Stefani donte që të vishja unë, kështu që shikoni. Do thoshte mami tani, nuk dukesh fare që ke për fëmijë, dukesh si një çukë. Por kjo është stili I burrit tim, kështu që kush jam unë për të vënë në dyshim atë që burri im do që unë të vesh? Askush. Jam ashtu si çupke. Kemi porositur pica te ky vendi që jemi në Losteria këtu në Trier. Besoj ju që jeni në Trier, njihni të gjithë, po më duket se është një kete, është Losteria një kete, zemër? Është Losteria një kete? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mund të porositësh pica gjysma. Nëse për shembull do të hash 2 lloje picash, mund të porositësh gjysmën me një gjë, gjysmën me gjën tjetër, dhe unë kam porositur gjysmën me Cezar dhe gjysmën me rukola. Kështu që mezi po pres që të na vinë se kam goxha uri. Zakonisht shërbimi këtu nuk zgjat shumë. Kështu që do ham picën ora 17 dhe pastaj do nisemi se baby do gjumë. Do ta vëmë sot mbase një çik më herët që të flej, sepse ka bërë vetëm 2 gjume sot dhe jo 3 siç bën zakonisht. Dhe tani duket që është pak I lodhur, nuk e di nëse do kemi mundësi ta ham gjithë picën apo ta marrim me vete. Gjithsesi, do të ta përshtatim ditën tonë apo të ngrënin tonë, patjetër me Stefanin, do thosha, me Kianin. Që të shohim, do ju tregoj më vonë e hëngrëm apo jo picën dhe do ju tregoj kur të vi pica se si duket ajo pica ime gjysmë kështu gjysmë ashtu. Pica ime gjysma me rukola, gjysma me Cezar dhe pica Stefanit gjithmonë e mërzitshmja e njëjta, nuk provon asgjë. Dhe ushqimi I Kianit është kasa e kamerës. Do t'i bëj patjetër një foto kësaj sepse që ka shumë e bukur, por nuk e di ku e kam telefonin.
Pasi hëngrëm në restorant, u kthyem në shtëpi dhe thjesht vurëm djalin në gjumë dhe u përpoqëm të mbijetojmë atë ditë, sepse ishte dita e parë pas kthimit nga pushimet dhe ishim shumë të lodhur derisa të ktheheshim edhe në rutinën me djalin, kështu që thjesht kemi ndenjur në shtëpi dhe kemi filluar të shikojmë një film që quhet Furiosa. Do ta mbarojmë nesër. Ishte shumë e bukur për sa e pam. Sot është dita tjetër, pra. Dhe doja për ta mbyllur videon, kam bler disa gjëra në Temu që i kisha bler para se t'i ikja. Pra, doja që t'i kisha pasur për në Majorka, nuk i pata, kështu që mbase do t'i kem tani për në pushimet e tjera. Ku e kam kapelen? Gjëja e parë që nuk kisha ishte një kapele e zezë. Unë pastaj e bleva te Tedi se e pash që nuk do më vinte porosia, por kjo është shumë herë më e bukur. Kjo tek Tedi është kjo kështu dhe kjo e bukur është patjetër. Por kjo është një çik më si më klasike nga këto kapelet. Kështu me këtë ripin këtu që e lëvizim anash, duket shumë e bukur. Nuk e di se sa kushtoi 10 euro, diçka e tillë, nuk është një bashkëpunim. Ky janë produkte që i kam bler vet. Gjëja tjetër që kisha porositur është ky brezi këtu që të më ndihmojë me mbajtjen në krah të Kianit, sepse tani është shumë i rënd. E lidh këtë mbrapa dhe e ve Kianin këtu. Nuk e dia do ta mbaj, mund ta kthej sepse e provova dhe Kian është shumë i rënd, i ka kaluar 10 kg. Kështu që kjo gjëja këtu nuk të mban. Dëgjove? Si sa i bukur je bërë. Luaj aty me lodrat e tua. Luk, lore. Unë kam shumë fëmijë në këtë shtëpi. Ku e ke lojen, mami? Çiko? Sa loja? Dal ta ve mami muzikën. Sa bukur. Kam shumë fëmijë në këtë shtëpi dhe Kiani për momentin është në fazën që do vetëm në krah, gjithsesi me të shtyrë besoj do ta bëjmë. Kam marrë këtë fundin këtu, ja, disa që kisha interes i kam të paketuar, është ky fundi këtu i gjatë dhe është me këtë të qarën, sepse jam për momentin në periudhën e fundeve të gjatë, bluzave të shkurtra bust, kapeleve dhe mbase çizmave cowboy dhe kjo këtu duket shumë e bukur. Materiali është shumë i lirshëm dhe tash nuk kam kohë që ta provoj. Se duhet ta kisha bërë hollin kur ishte Stefani që të mbante djalin, por duket shumë i bukur, ja ku e keni foton. Dhe si kjo kam marrë dhe një jeshil. Ku kemi jeshilin? Ja. Sa Kian, të pëlqen kjo? Të pëlqen kjo? Po. Patjetër që Kiani duhet jetë kudo ku është mami. Oh. Ja ku është edhe kjo ngjyra kështu. Nuk duket material shumë i mirë njerëz, për kushtoi dimi u gjon 17-18 euro që gjasme për Temun është çmim goxha, sepse gjërat janë më të lira. Me këtë çmim mund të marrësh diçka edhe në New Yorker edhe në HM. Gjithsesi, këto ishin fiks ato që doja unë dhe prandaj edhe i mora. Mund t'ju vendosësh edhe një rip të trash, që patjetër e ka marrë dhe një rip të trash, ja ngjyrë jeshil me kështu zemra. Shikoni sa i bukur që është. Se kisha vetëm kafe dhe të zi. Edhe ky këtu, prap, edhe këtë vit besoj që do jenë këto ripat e tillë në mod të gjerë. Po nuk qeve në mod, më pëlqejnë mua, kështu që nuk më intereson shumë se çfarë është në mod e çfarë nuk është në mod, për aq kohë sa më pëlqejnë mua. Emo, na e këtu këtë lodrën. Urdhëro. Mere, të pëlqeu që parë. Ja ku e ke. Okej, ti vendos direkt se s'kam kohë pastaj. Po ashtu për në Majorka mora këtë setin kapele edhe çantë. Për në plazh, për në piknik, për të dalë, për në qytet, janë të gjitha funksionet. Kian? Qa lodra s'kemi këtu për ty? Me. Do gjithmonë t'i japsh lodra të ndryshme se mërzitet. Okej, vazhdojmë. Atëherë, kam marrë këtë fundin këtu që nuk e dia do ta vesh. Do ta provoj njërë si outfit dhe pastaj.
Duket super cute në foto, është nga këto fundet që para është i shkurtër dhe mbrapa është i gjatë dhe vishet me çizma cowboy. Nuk e di se çfarë më gjeti, mu duk një veshje shumë nice, shumë cool për ndonjë nuk e di beach bar ose diçka e tillë, edhe e mora, materiali është okay, ka një zinxhir këtu, nuk e di, a është i të dukshëm? Oj, pas ka dhe breket këtu. Po që pa tjetër do veshim brek tjera poshtë. Shumë i bukur qeka, po nuk e dija do ta vesh. Thjesht në foto mu duk cool si kombinim, tani ta provoj. Nëse do më shkoj, nëse do më shkoj, do ta kthej. Atë mbajtsen e Kianit, po ashtu besoj do ta kthej. Mora dhe një kapele kështu, sepse në këtë ngjyrë nuk e kisha, po tani që e mendoj e kam në këtë ngjyrë dhe nuk e di pse blej gjëra kot. Kjo është kapelja. Po e bukur shenka. Mund ta kombinoj shumë bukur. Do ta mbaj. Pse mos ta mbaj? Tani pa tjetër që kam marrë dhe gjëra për Kianin unë. Po ku janë? Po kjo çfarë është? Kjo është forma e kapeles së zezë që mos prishe, shishit. Edhe shihini me këto gjëra. Këto tjerat janë për ty, Kian. Besoj. Kam marrë disa jaka, sepse unë ja kombinoj shumë bukur. Sa të bukura janë, sa të bukura që janë, shife. Janë kështu. Me ngjyra të ndryshme, që t'ja kombinoj, ja për shumë të verdh, kam çorapkat e verdha, jeshile nuk kisha, sepse kemi pantallona, komplet të bardhë nuk kisha, dhe janë shumë të bukura, të gjitha bashkë, janë patjetër edhe për të ngrënë, por unë më shumë i kam marrë si tip fashion. Kështu që duhet i laj një herë. Qa kemi tjetër për ty? Kian? Ty këtu është një kostum. Tani, Temu nuk i ka materialet më të mira, duket. Mirë, po ka gjëra shumë të bukura që nuk i gjej kudo. Shiko, kjo këmishka, me këto pantallonkat, edhe me kapelen. Që sa e bukur. E gjithë kompleti nuk e di si sa ishte, 8 euro. Nuk jam krenare tani që të them kam bler gjëra të lira për djalin, por më pëlqyen, nuk isha ç'a të bëja. Shiko Kian sa e bukur, po ku të bën kjo ti mami? Ti ke kokën shumë të vogël? Domethënë ti kokën e ke të madhe, po për këtë e ke të vogël. Prit. Nuk e di atë. Prit, Kian. Jo, shumë e çuditshme. Je shumë e çuditshme. Kapele më koti s'kam parë, shive. Pa formë parë. Pantallonkat janë këto. Edhe këmishka kjo. E bukur, që ja ka marrë 9 deri në 12 muaj se ky është i madh, po nuk që nga gjë për sa i përket materialit. Ja ta shikojmë dhe këtë. Kjo që nga okej materiali, është një këmishkë. Shikni sa e bukur. Edhe pantallonkat ishin kështu komplet. Këto ishin ato që kisha bler, një palçizma nuk më kanë ardhur akoma dhe harxova 100 euro. Ti sistemojnë për vëndet tani, do me të në t'i laj një herë, dhe pasaj të mendoj çfarë do mbaj, çfarë do kthej. Ne ndërkohë jemi gati me Kianin, djalin e kam për gati dhe të takojmë një shoqen tonë në qytet, e cila gjithashtu mamin e Solhanes dhe Solhanes, se mbase edhe e dini tani që ja u kam thënë shumë herë si emra. Po mbledh plerat, po bëj gati gjitha gjërat që të bëj gati, unë duhet të blej gjëra se Shtefani s'kishte bler asgjë. Dhe ne erdhëm nga pushime, çdo gjë është bosh. Po më ngrin edhe stomaku për ushqim. Kështu që duhet dalim me vrap. Ciao, shihemi në videon tjetër.